Elman, do zgjini lojtarin në ndeshjes, keni edhe trofeun në dorë, i kënaqur pa dyshim i gëzuar. Shumë i kënaqur, po edhe shumë i lodhëm. Kena dhënë maksimumin edhe kena sakrifiku prej minutë parë deri minutë 90, edhe besoj se e kena merituar këtë fitore. E vështirë sot përballë Dinamos? Shumë vështirë me thënë drejtën, po edhe Dinamo e meriton komplimentin e vet se kanë luajtur mirë, por në fund fituam ne. E besoj se e kena merituar. Ishit me pak fat sot? Në fund s'ka fat, kur jep vetit, kur jep maksimumin s'ka fat. E meritojnë gjithçka. Në krahasim me Egnatin ja më parë, kjo sot ja për ju cila ishte më e fortë në fushën e lojës. Na ndeshja tjetër si kemi luajtur. Po. Që Dinamo është një ekip pretendent edhe nuk është ndeshje lehtë kundër atyne, por ata kanë fituar në fushë vet, ne fituam sot. Kështu është kolon dy ekipet mëja bashkë. Cili nga kundërshtarët e sulmit Dinamo vet patit një burë në vështirësi. Breku padyshim është ai që gjithmonë krijon probleme. Gjithë kanë cilësinë e vet, por besoj se i kemi luajtur mirë sot kundër atyne. Gjini gjithmonë autorët e golave dhe ato që fitojnë trofetë e presin për dedikimin. Natyrshëm ju e keni menduar? Dedikoj gjithë shokët e ekipit, normal edhe tifozët na kanë ndihmuar shumë edhe Diçka më personale në jetën tuaj? Keni shkon ky trofe? edhe për gjyshin. Suksese. Faleminderit.